Mja Bali ka operuar me disa kalkulime, do të thonë me disa kurzime, të cilat më në fund kanë rezultuar si spekulime, si premtime të kota, që më pastaj quan në shpërthim të një urrëtieje në mediat sociale, që për mua është një gjë e keqe. Me qenë se vota e saj nuk është e rëndësishme në këtë qeveri, vetëvendosja tashmë ka 57 vota, aty është vota ime, vota e zotit Elbert Krasniqi është aty si 59, edhe zoti Rashis do ta votoj, pastaj vota e zotit Artan nga Shkalinit është aty, e ku janë më pastaj edhe vota tjera të turqve, pastaj i zotit Demiri, i zotit Galushi e tjerë, të cilët kanë fituar besimin qytetar. Kështu që nuk ka hapësirë për kushtzime, nuk ka hapësirë për kundërshtim të diçkaje, të gjithë jemi aty për punuar konstruktivisht dhe për ta themeluar qeverinë re, udhëheqjen e re të vendit.